Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takua në Tivat në samitin Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor me presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa, presidentin francez Emmanuel Macron dhe kancelarin gjerman Friedrich Merz. Pas takimit, Vučić deklaroi se është i bindur në përparimin e Serbisë në rrugën e saj europiane dhe tha se të gjithëve në se Serbia për herë të parë në historinë e saj është bërë ekonomia më e fortë në Ballkanin Perëndimor. Presidenti francez Emmanuel Macron tha se pati një bisedë të shkëlqyer me Vučićin dhe beson se zbatimi i reformave do të mundsojë një lëvizje të madhe në hapjen e klastereve të rinj dhe presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se procesi i zgjerimit e Bashkimit Evropian bazohet në merit, por kjo nuk do të thotë se duhet të ecë ngadalë. Samiti Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor nën sloganin Prosperiteti dhe stabiliteti i përbashkët i Bashkisë Evropiane dhe Ballkanit Perëndimor u mbajt në Tivat dhe fokusi ishte zgjerimi i Unionit. Një fuqir i samitit ishte presidenti i Malit të Zi, Jakov Milatović, i cili kryesoi takimin së bashku me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa, i cili ka qenë duke vizituar rajonin prej disa ditësh. Serbia u përfaqësua në samit nga presidenti Aleksandar Vučić dhe Kosova nga presidentja në detyrë Albolena Haxhiu. Në takim morën pjesë edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Hristijan Mickoski dhe kryetari i presidencës së Bosnjës dhe Hercegovinës Denis Beqirović. Para fillimit të samitit, Albolena Haxhiu tha se Kosova meriton statusin e kandidatit dhe hapjen e negociatave. Sot në mëngjes, Inspektorati Komunal i Mitrovicës së Veriut u përpoq të hiqte tabelën e Dua Mitrovicën në hyrje të qytetit, ndërsa policia e Kosovës ndaloi kryetarin e komunës së Mitrovicës së Veriut Mila Radović dhe kryetarin e Asamblesë Komunale të Mitrovicës së Veriut Ivan Zaporozhac. Radović dhe Zaporozhac u liruan më pas nga stacioni i policisë. Radović theksoi se bëri punën e tij dhe zbatoi vendimet ligjore të komunës dhe se regjimi Albin Kurtit përdori policinë për të mbrojtur objektet e ngritura ilegalisht. Zaporozhac tha se policët ishin jashtëzakonisht të vrasht me të dhe Radojevićin, ndërsa Igor Simić, andrari i kryesisë së listës serbe, tha se dikush nga Prishtina urdhëroi që kryetari i komunës të mos mund të zbatonte vendimin e tij. Drejtori i zyrës për Kosovë dhe Metohi Petar Petković dënoi arrestimin e Milan Radojevićit dhe Ivan Zaporozhacit dhe u tha përfaqësuesve ndërkombëtar se ishte një pamje sundimi të ligjit të Kurtit 2 ditë para zgjedhjeve. Ne do të përgjigjemi terrorit me fitoren e listës serbe, shkroi Petković në rrjetin Social X. Petković reagoi edhe ndaj arrestimit të Aleksandar Trajkovicit nga Uglare, i cili u la në paraburgim deri në 48 orë. Ai vlerësoi se në fund të fushatës para zgjedhore ky është një presion i ri mbi popullin serb me qëllim që Albin Kurti të ndihmojë Nenad Rashićin në garën zgjedhore, sepse siç deklaroi ai, si Rashić ashtu edhe Kurti janë nervoz pasi friksimi i tyre nuk është i mjaftueshëm që lista serbe të marrë përsëri mandatin. Nën kryetari i listës serbe Dragiša Milović bëri thirrje personave të zhvendosur brenda vendit nga Kosova që të dalin në zgjedhjet e jashtëzakonshme të dielen dhe të votojnë për listën serbe, duke theksuar se serbët në Kosovë mund të mbijetojnë vetëm nëse janë të bashkuar dhe nëse kanë përfaqësuesit në parlament që do të mbrojnë të drejtat e tyre. Duke folur për televizionin Prva, Milović tha se presioni ndaj serbëve vazhdon dhe se arrestimet dhe ndalimet janë pjesë, siç deklaroi ai, e një fushate të ndyrë nga Prishtina që synon dekurajimin e serbëve që të dalin në votimet të dielen dhe të votojnë për listën serbe. Para institucioneve shëndetësore dhe arsimore në Kosovën qendrore, të cilat funksionojnë në sistemin e Serbisë, sot u mbajtë edhe tubim në mbështetjen e drejtorëve të arrestuar të këtyre institucioneve. Punonësit e qendrave shëndetësore në Graçanisë dhe Gushterisë të Poshtme, si dhe në qendrën klinike dhe spitalore të Prishtinës me seli në Graçanisë u mblodhen për një protestë paqësore gjysmëorëshe.
Kjo është dita 13 që punonjëtorët janë mbledhur në mbështetjen e drejtorëve të arrestuar dhe thanë se protestat paqësore do të vazhdojnë derisa të lirohen udhëheqësit e këtyre institucioneve. Moti nesër në Serbi në mëngjes do të jetë me diell, kurse pas dite pritet me reshje shiu në disa vende. E dielën do të jetë pjesërisht me vranësira, por pa reshje në fillim të javës së ardhshëm pritet një ndryshim i intervaleve me diell dhe me vranësira me mot më të ngrohtë. Temperatura e mëngjesit do të sillet nga 12 deri në 18, kurse ajo maksimale ditore nga 22 deri në 28 gradë Celsius.